Atletika Shkodrane vijon rezultatet pozitive ku pas sukseseve me ekipet e meshkujve U16 dhe U18 të shpallur kampion kombëtar, të njëjtën gjë bën edhe grup mosha U20, e cila u kurorzua kampione e Shqipërisë për vitin 2026. Suksesi arritur fal një dominimi në garat e zhvilluara në Elbasan Arena, një titull ky më së merituar, i cili është i 18 i radhazi, duke dëshmuar punën profesionale të trajnerëve Albert Marashi, Bruno Rotani, Dorian Tafa dhe Jetmir Jahaj. Kampionati kombëtar i atletikës për të rinj U20 përfshiu në konkurim rreth 170 atlet dhe atlete nga 11 ekipeve të ndryshme të Shqipërisë, që garuan në disiplinat përkatëse. Spikatjen më të madhe nga ekipi vllaznis e bën Sidrit Kopliku me 2 vende të para në vrapimin 400 metër me pengesa dhe 800 metër. Dejan Balla vendi i parë 400 metër dhe i dyti 200 metër. Mario Cepi kampion në kërcim së gjati dhe i dyti në 3 hapësh. Elizio Spathari kampion në 3 hapësh dhe i dyti në kërcim së gjati. Paraqitje shumë të mirë bën edhe Renis Jasini, Damian Poja të renditur në vend të 2 dhe të 3 në garën e 100 metrave, ndërkohë që vllaznia u shpall fituese në 2 stafeta, 4x100 dhe 4x400 metra, me Ballën, Hoxhën, Cepin, Pojen dhe Koplikun. Është një event shumë i rëndësishëm për federatën tonë, pasi këtu bien në palë të gjithë talentet për të ardhmen e atletikës shqiptare, duke qenë se jemi edhe në prag të fillimit të aktiviteteve ndërkombëtare për të rinj, siç është kampionati evropian i U18 që zhvillohet në Rjeti dhe kampionati ballkaniku i të rinjve, i cili zhvillohet në Rumani. Krahas këtyre kemi edhe kampionate të tjera të rëndësishme si ai i shteteve të vogla, Small States, i cili zhvillohet në datë 30 maj në Monaco, ku gjithashtu kemi 2 atlet talentuar nga moshat e reja, si Jonatani dhe Fibi, të cilat do të marrin pjesë së bashku me ekipin e të rriturve në këtë aktivitet. Rezultatet e këtij kampionati pritet të shërbejnë si një tregues i rëndësishëm për përzgjedhjen e sportistëve që do ta përfaqësojnë vendin në aktivitetet e ardhshme rajonale dhe ndërkombëtare.